Të nderuar teleshikues, selamu alaikum. Mirë se vini në ciklin ton më të ri të emisioneve Familja. Inxhinieria e familjes ka proceset dhe etapat e veta, të cilat nuk mund të kapërcehen me katapult. Gjithashtu kemi thënë në ciklet e kaluara se familja është një art menaxhimi, art amortizimi i konflikteve e kështu me radhë. Prandaj në mënyrë që kjo familje të jetë e shëndetshme, apo kjo sipërmarrje e përbashkët të japi frytet e veta, padyshim që manuali hyjnor është udhëzuesi më i mirë për ta imunizuar familjen nën sfidat e kohës së sotshme. Sot kemi një temë tjetër interesante. Ajo është tema e natës parë, apo le të themi tema e dhomës gjumit. Pra marrëdhënia e çiftit në intimitet dhe përtej, le të themi, jetës publike. Por si gjithmonë, për t'i sqaruar detajet, bashkë me ne sot në studio është mysafiri ynë, hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se jeta. Atëherë pyetja parë që mund të ketë çdo kush që është i ri në fe apo që nuk e njeh fen, është a lejohet që komunikimin çift të dalë pra le të themi përtej fjalorit zyrtar, të ketë një komunikim më intim. Përtej fjalorit përditshëm ke për qëllim. Përditshëm, pikërisht. Ose a ka norma? A ka norma dhe deri ku mund shkoj ky komunikim? Norma është që mes burrit dhe gruas nuk ka kufi. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an konsideron jetën, le të themi, intime bashkëtorë si një trup i vetëm që mbulohet nga një rob. Ju jeni për bashkëshortët tuaj si rob e trupit dhe bashkëshortët tuaj janë për ju si një rob e trupit. Kjo roba e trupit faktikisht ka disa funksione, e ndër këto funksione është mbulon, le të themi, tmetat dhe gabimet, zbulon gjithçka dhe sheh gjithçka, bën rolin e mbrojtësit në momente, le të themi, ftohti apo nxehti. Kështu është edhe puna e jetës bashkëtorë ose jetës intime bashkëtorë, domethënë ajo nuk ka kufizime për sa i përket, le të themi, etikës së shprehjes. Gjithmonë përderisa nuk të kalojnë kufit që kanë bën me fen apo me besimin, ndërsa pjesa tjetër pastaj, domethënë, është e lirë, është e hapur, domethënë, si më thënë, nuk ka shprehje të turpshme, si më thënë, që s'duhen përdorur, përderisa raporti i tyre është shumë më kaq se sa kaq. Për këtë arsye nuk ka, domethënë, si më thënë, nuk duhet të ketë. Ka kufi, përderisa është me konsensus edhe është brenda limite. Pra jo në ofendime dhe të jetë diçka e dakordsuar mes palëve. Jemi akoma, le të themi, tek pjesa e mjaltës, siç thotë populli, ke fillimi i martesës dhe pikërisht ke nata parë. Kush janë disa nga traditat profetike, sunetet që aplikohen natën e parë? Ajo që faktikisht, domethënë, është e preferuar natën e parë është që të nisi me dua dhe me lutje dhe me namaz mundësisht. Pra, po ndërtojmë një shtëpi të re, edhe Zoti thotë shtëpia e ndërtuar mbi devotshmërinë. Pra, le ta nisim këtë shtëpi të re, këtë institucion të ri, që është pra një jetë familjare e re dhe një familje e re duke u ngritur mbi devotshmërinë, që do të thotë atë natë, pra që është nata e parë, është mirë që kur çifti të futet brenda, djaloshi të vendosit dorën tek balli i vajzës dhe të lutet me lutjen që, domethënë, na ka mësuar profeti alayhis salam, që Zoti ta bekojë këtë martesë dhe Zoti më t'ju japi të dyve mirësitë e njëri tjetrit dhe t'i ruaj të dy nga të këqijat që mund të ketë gjithë secili prej tyre. Pra kjo është lutje që bën çiftin vetvete. Po, para kësaj lutje, a ka lutje që bën dhe njerëzit për çiftin, le të themi, ditën e dasmës, se ka një farë lidhje? Lutja e njerëzve normalisht është ajo që është transmetuar nga hadith e pejgamberit alayhis salam, i cili thotë barakallahu lakuma wa baraka alejkuma wa jamaa bainakuma fi khair, Allahu ju begatoft, Allahu ju lumturoft, Zoti lëshoft mbi ju mirësitë e tij dhe qofshi bashkë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Po lutja e çiftit tash mes vetes? Kurse lutja e çiftit, ai vendos, pra siç thuhet në hadith, e vendos dorën e tij mbi ballin e saj dhe thotë Allahumma inni es'aluka khairaha wa khayra ma jabaltahu alayha wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltahu alayha. O Allah, o Zoti im, kërkoj prej teje mirësitë dhe bekimet që ti ke vendosur tek bashkëshortja ime, dhe o Allah, o Zot, më ruaj nga, le të themi, të ligat apo të këqijat që mund të ketë ajo, po kështu edhe gruaja lutet për burrin e saj,
o Allah, o Zoti im, unë të lutem ty për të mirat që ti ke vendosur te ky djalë, te ky bashkëshort, dhe o Zoti im, më mbroj nga të këqijat apo nga të ligat që mund të ketë ky person. Pra ideja është sepse çdo njeri mund të ketë momente, le të themi dobësie apo për këtë arsye Thjesht për sqarim për publikun. Kjo lutje bëhet vetëm natën e parë. natën e parë. Po, Po raste të tjera? Ka lutje që aplikohet? do të jem, do të vim. Do vim, po okay. flasim sepse unë do të i përmbahem pyetjes. Pra pyetja ime për natën e parë. Po, natën e parë. Gjithashtu pëlqejet që të falet një 2 rekatësh namaz. Pra, të dy falin një 2 rekatësh namaz, ku djali domethënë udhëheq 2 rekatëshin. Pastaj, domethënë, çështja është e lirë, ndërsa për sa i përket le të themi përpara momentit intim, gjithmonë, jo vetëm natën e parë, preferohet që të thuhet lutja e mëposhtme, Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana. Bismillah, pra me emrin e Zotit, o Allah o Zot, na largo djallin dhe largoje djallin nëse na jep furnizim prej këtij akti. Është lutje që është mirë bëhet gjithmonë. Pejgamberi alayhis salam thotë, kush e bën këtë lutje dhe Zoti ja mundson që mbas këtij akti të ketë fëmijë, Allahu këtë fëmijë do ta ruaj nga cytjet e shejtanit gjithë jetën. Pra, si më thënë, kjo lutje ka efekt shumë të madh në frytin që do të vi nëse Zoti jep fryt, po edhe nëse nuk do të ketë fryt, Zoti largon shejtanin në raportin mes të dy, mes çiftit, sepse edhe përkushtimi, le të themi, në aktin intim ndaj njëri tjetrit me gjithë mendimin, me gjithë ndjesinë është i kërkuar faktikisht si nga djali, si nga vajza, si nga burri, si nga gruaja, dhe nganjëherë në ato momente që janë momentet më të mira të jetës bashkëtorë, ndërhyn shejtani me mendime për të ftohë raportin apo për të tërhequr vëmendjen, gjë që mund të çojë pastaj në mos veprim ashtu siç duhet në këtë raport kaq intim mes dy bashkëshortëve. Pra ne i lutemi Allahut që të na ruaj prej shejtanit që mos na, si më thon, çorientoj nga përqendrimi për njëri tjetrin, po edhe nëse do të kemi ndonjë frut prej këtij akti intim, lutem Zotit që të na ruaj pra frutin e ardhshëm nga ngacmimet e shejtanit mallkuar. Bukur. Këto ishin disa nga rregullat, le të themi, metafizike. Po rregullat fizike, për shembull higjiena, pastërtia, kush janë disa nga këshillat që tani kemi dy momente. Parfumosja, nuk e di kush janë. Po, kemi momentin e le të themi performancës së dukshme që preferohet, duhet që çuni pra djali, burri të jetë në gjendjen e tij më të mirë të mundshme, edhe të paraqitjes, edhe të parfumit, edhe veshjes, tani veshjes. Veshja aty vjen një moment që s'ka më vlerë, po edhe vajza, domethënë goca, pra nusja, duhet të jetë në paraqitjen më të mirë derisa të shkojë situata në një moment që mos kemi më nevojë për rroba dhe për parfum. Qartë. Pra duhet që le të themi një akt intim shumë i suksesshëm ka të bëjë shumë edhe me parathënjet, ka të bëjë shumë edhe me para përgatitjet. Dhe normalisht kjo është e kërkuar, po ashtu siç është e kërkuar pastaj edhe mbas le të themi aktit intim, preferohet që të ketë pastrim të trupit, të ketë larje, mos të jetë situata domethënë një gjumë i rëndomt. Madje ka një hadith shumë interesant dhe ndoshta ju bën dobi të gjithëve ky hadith, që me lajket nuk i afrohet njeriu kur është xhunub. Për këtë arsye preferohet që të ketë larje në momentin që vendosin për të mbaruar punën. Dhe nëse do të përsërisim prap, atëherë merret vetëm abdes. Nëse njeriu për shembull nuk ka fuqi për të marrë gusël, të marrë gusël kur çohem mëngjes për të fal sabahun, atëherë minimalisht preferohet, do është e pëlqyeshme, që njeriu të flej me abdes. Pra le të marrë abdes të paktën dhe të flej me abdes nëse nuk ka mundësi të bëj guslin menjëherë. Sepse është hadithi saktë që thotë nuk afrohen me lajket nëse njeriu është xhunub. Ju folët për, le të themi, parathënien e martesës, preludin, ta themi kështu. Disa dietarë thonë që pëlqejet që shtrohet dhe një darkë e mirë, domethënë që të përgatitet, që të ndikojë tek ajo, le të themi, faza fillestare. A është e vërtet ka ditë të saktë që do të shtrohet një darkë për bashkëshortën? Po, faktikisht është ajo që ne kemi trajtuar, më duket tek pjesa e dasmës. Është vetë dasma, po, sepse llogaritet që ajo velimja, do të thonë është para. Pra mbarohet, le të themi, dasma, gostia,
dhe pastaj kalojnë njerëzit në shpërndarje populli dhe këta të dy kalojnë tek Pra jo se që kemi ne që du një javë marrë vetën çifti masdasme. Pra lodhen aq shumë sa du një javë marrë vetën. Pra ideja është që e përgatisin tjerët që pastaj atë darkë çifti të ketë pra le të themi natën e parë të bukur. Tani kush janë gjërat që urren? Ju thatë gjërat e pëlqyera, kush janë gjërat që mund të urren, nxitimi ose si mund të jetë, pra përgatitje psikologjike partnerës. Normal, gjitha këto duhen marrë në konsiderat, sepse nuk është, do të them, marrëdhënia intime bashkëtorë nuk është një proces që funksionon me çelës, që funksionon shtyp butonin. Është diçka që ka nevojë përpara përgatitje, normalisht, dhe pastaj njeriu kalon në atë aktin. Ajo që faktikisht është e urryer dhe e ndaluar në Islam është marrëdhënia, domethënë anale. Ajo është e ndaluar, domethënë në Islam, sepse ka një hadith i cili e ndalon një gjë të tillë. Ndërsa pjesa tjetër pastaj, domethënë njeriu është i lirë, fa'tu harthakum an nashitum, pra le të jetë raporti mes jush, thot Zoti në Kur'an, siç dëshironi, pra me kuptimin që ka lënë hapësirë shumë të madhe për mënyrën se si njeriu mund të filozofoj në mënyrën se si mund të kryejë aktin mes dy bashkëshortëve, pra se si dy bashkëshortët mund të bëjnë aktin intim mes tyre, pra është lënë një hapësirë shumë e madhe. Ajo që është e rëndësishme është çifti të jetë në një gjendje të mirë edhe psikologjike, pra mos të jetë njëri që dëshiron dhe tjetri është i smur për shembull, apo njëri që dëshiron dhe tjetri nuk është akoma i gatshëm për 100 arsye që mund të ketë. Pra ideja është, domethënë, kjo është diçka që është e dy anshme dhe duhet të ketë, domethënë, le të themi, do të ketë mirë kuptim të dy anshëm. Po ndonjëherë në jetën bashkëtorë, problematikat e jetës në përgjithësi apo problematikat e jetës bashkëtorë në veçanti mund zgjidhen shumë mirë nëpërmjet shtratit. Pra jo gjithmonë duhet parë kjo pjesa, do të jemi mirë shpirtërisht, se nganjëherë edhe pa qenë mirë shpirtërisht shërben, le të themi, marrëdhënia bashkëtorë intime, pra akti shërben shumë që të anashkalohen, që të shafiten dhe të shuhen shumë problematika që kemi ne në jetë. Kështu që shërben, si më thonë, edhe si një indikator rregullues për problemet që mund të kemi gjatë jetës sonë. Pra shtrati dhe një marrëdhënie e mirë në shtrat e çiftit është ilaç, është balsam. Pra rregullon dhe mbyll shumë gropa, shumë hapësira që mund të jenë krijuar apo mangësi që mund të ketë njëri apo tjetri. Për këtë arsye dhe preferohet. Dhe për këtë arsye është mirë, që të ofrohet ky shërbim, le të themi kështu, sa më shumë, sepse shumë problematika jetësore do të mbyllen. Dhe e kundërta, në momentin që raportin shtrat nuk është aty ku duhet, atëherë ti je i sigurt se do të gjejmë edhe gjilpërën në kasht. Do të arrim ta gjejmë tek tjetri gjilpërën në kasht. Pse? Sepse mungon, mungon një gjë shumë e rëndësishme e si pasojë çdo gjë mund të hetohet lehtë tek tjetri, çdo gabim, çdo pakujdesi, çdo gjë shihet. Kështu që raporti i shtratit është shumë i rëndësishëm. Madje kam lexuar në disa studime që shumica e problemeve në jetën bashkëtorë zmadhohen dhe rriten dhe kur studiohet shkaku kryesor faktikisht nuk është problemi apo gjëja e sjell si problem, sa është probleme që ata kanë në shtrat. Për këtë arsye, domethënë, le të themi, porosia, këshilla është që muslimani t'ia japi hakun mirë shtratit vet, sepse në fund fare gruaja prandaj, domethënë, le të themi, martesa, një nga pikat e rëndësishme që ka është jeta e shtratit, po kështu edhe gruaja për këtë arsye, po edhe burri gjithashtu për këtë arsye, domethënë duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe duhet me i dhënë hakun shtratit. Një shtrat i suksesshëm në jetën bashkëtorë do të thotë një amortizues, një normalizues, një rregullues i jetës përtej dhomës së gjumit. Folëm për aktin mas natës parë, pra kjo ishte marrëdhënia dhe që këshillohet dhe që duhet. Për qëndruar dhe për ta zaruar pak si temë, dietarët musliman kur e trajtojnë natën e parë, si një shprehje arabe, kullu dakhilin qarib, pra çdo njeri që hyn është i huaj. Pra këtu lindin dy pyetje, si duhet prezantohet bashkëshorti tek bashkëshortja, pra flasim sepse është një natë
e ka njohur, po jo në këtë dimension, pa marrë të mirë që në këtë pjesë. Dhe e dyta, E zejmë se është kështu. Dhe e dyta, le të themi rëndësia dhe e paralojës. Pra, a ekziston në Islam kjo gjë? Këto janë pra dy pyetje që shtrohen. Si përgatitja anës psikologjike dhe prezantimit, le të themi. Tani është e vetmja shkollë që nuk ka nevojë të japësh leksione dhe të mësosh shumë, sepse besoj se Allahu, Zoti i gjithësisë, e ka krijuar, domethënë njeriu, Zanaçi, e ka krijuar ta tillë, domethënë që din, domethënë të menaxhojë situatën. Pra është një gjuhë që është e ditur nga të dy, po normalisht ajo që thoni ju është e saktë, që duhet të ketë, le të themi, para përgatitje, domethënë, dhe në përgjithësi, domethënë situata shumë funksionon, nuk e di si ka qenë ndoshta në kohët e mëhershme, po në përgjithësi kështu funksionon. E rëndësishme, nëse kjo nuk dihet, le ta theksojmë që preferohet që të ketë para përgatitje. Siç themi ne për shembull, kur bëhet një lojë, është mirë që mos futesh direkt në lojë pa bërë nxehje, po edhe në jetën e shtratit, në jetën bashkëtorë e shtratit, është mirë që të ketë edhe para përgatitje, që të jetë edhe me efekt më të gjatë, me gjurmë më të gjatë në jetën bashkëtorë. E themi këtë pjesë sepse shumë të ri nuk janë, le të themi, të edukuar kjo pjesa që ta marrin shtruar, po janë pikërisht duke parë shumë gjëra, duke dëgjuar, janë shumë agresiv, sidomos pjesa mashkullore, dhe kjo sjell, le të themi, një lloj ose s'mund ta themi imponim, por një lloj trembje nga pala e femrës, dhe është mirë, le të themi, që siç e thamë në fillim, një manual që ta lexojnë se si bëhet dhe gradualisht, pra le të themi ndërtohet në ata e parë e martesës, ndoshta dhe disa net, pra nuk është kusht, sidomos nëse është vajzë e ka martesën e parë, pra kjo ishte pjesa, çfarë mund ta sugjeroni këtë pjesë? Gjithmonë, domethënë, i rrim pra asaj, atëherë ti thua të qëndrojmë tek klasikja. Nëse do të qëndrojmë tek klasikja, dhe kështu faktikisht, se moderni është shumë agresive, është shumë shpejt. Dhe kështu faktikisht duhet funksionojë gjëja, normalisht që duhet të ketë patjetër, domethënë, ose këshillohet, preferohet që le të themi mos të shkohet direkt, por të ketë para përgatitje. Edhe mund tani, edhe pse jam tip shumë i dhënë mbas këtyre temave, dhe edhe pse jam tip që jepen, po faktikisht, domethënë, po mjaftojmë me kaq. Po e lëm teorikisht, dakord. Po e lëm që jam shumë dakord. E marrën të mirë qenë, le të themi, mas natës parë, ndodh një gabim i rëndom, nuk e di nëse është gabim, tu do na jepni ju përgjigje. Djali nxiton, tregoj çfarë ka ndodhur ke shokët, ke vllai, edhe vajza, te nënat e motra, a lejohet pra nxjerrja e sekretit, le të themi, martesor të natës parë? Jo vetëm e natës parë, po në përgjithësi, Islami nuk e preferon këtë gjë, e urren, pra ka konsideruar, le të themi, një nga ndalesat që raportet e intimitetit në jetën bashkëtorë të nxirren jashtë shtëpisë, më thënë. Nuk është e pëlqyer një gjë e tillë, madje është e urryer një gjë e tillë, sepse është diçka shumë, është, do të thënë, janë dy persona të kthyer në një person. Dhe në momentin që ti nxjerr, le të themi, intimitetet jashtë, sikur po nxjerr, domethënë, ato sekretet e vetes tënde, nuk është problemi i bashkëshortit, apo nuk është problemi i bashkëshortës, problemi yt. Pra ti po nxjerr, le të themi, disa të fshehta të vetes tënde. Pra nuk duhet kjo gjë, sepse ka dy probleme kryesore. E para mund të jetë zilia, dikush mund të marrë mësysh, apo dikush mund të përfoli, pra zilia, dhe e dyta përhapja, sepse sekreti po doli prej teje, mos prit më që të ta mbajnë të tjerët, dhe bësh objekt bisede, bësh objekt përfolje, ose mund bësh objekt përgojimi, ose diçka që s'duhet ta di njerëzit, përse duhet shkojë ky detaj tek njerëzit, pra ka, me që e theti atë fjalën, atë proverbin arabe, ka dhe një proverb tjetër interesant që thot el mejalisu alel emaneti. Takimet janë amanet. Kështu që kjo punë, domethënë, kështu funksionon, pra duhet ruhet dhe nuk ka pse të dalë askund. As edhe tek njerëzit më të afërt, nuk ka pse të dalin detajet e jetës intime bashkëtorë. Po pjesa e çorçafit me gjak, që
disa njerëz marrin napat, çorçafin me gjak, pra, domethënë duan të vërtetojnë që vajza është vajzë. Në fakt ka qenë traditë, nuk e di se sa aplikohet sot. Po ka qenë si traditë faktikisht, domethënë që një gjë e tillë domethënë shfaqej, sepse ka qenë kjo, se më thënë, tema e virgjërisë ka qenë, le të themi, në fokus. Ka qenë e panegociueshme, le të themi, edhe veprohej në këtë formë, po faktikisht kjo nuk është as pak islame, domethënë s'ka të bëjë me rregullat e islamit. Janë gjëra që janë mes bashkëshortit, ata i zgjidhin mes tyre dhe ndoshta ata kanë pranuar gjendjen e njëri tjetrit se si janë, domethënë, edhe nuk ka pse gjërat e tilla të shfaqen. Ka qenë traditë, po unë mendoj se kjo ka qenë një traditë jo e duhur dhe jo e saktë. Dhe më shumë është traditë ignorance se sa traditë, le të themi, që tregon, le të themi, kulturë apo që tregon emancipim. Dhe shqyr Zotit, domethënë, kjo traditë nuk, domethënë, ka filluar të venitet, mos them që ndoshta nuk ekziston, përveç se ndoshta në zona shumë të largëta apo në vende dhe popull që akoma ndoshta janë me ato mentalitetet e vjetra. Po që faktikisht nuk ka se përse të bëhet një gjë e tillë. Pra nuk është traditë islame, është Jo. traditë popujsh. Po, traditë popull, traditë kulturash. Nuk është nga protokollet, le të themi, të islamit. Ka argumente të bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja, pra, kur rikthyem sërish në studio me mysafirin ton. Hoxhë nderuar, folëm pak gjatë rreth nadhës parë, rreth ndërtimit, le të themi, martesës reale, pra lidhjes, le të themi, jo vetëm shpirtërore, por dhe lidhjes në dimensione tjera, dhe ka disa pyetje, le të themi, më kryesoret, që shtrohen këtë pjesë. Vetëm unë nuk duhet të harrojmë faktin që kur ne themi nata e parë, kjo nuk do të thotë që në netet e tjera të jemi të pakujdesshëm. Pra, kujdesi ndaj jetës së shtratit duhet të jetë i vazhdueshëm. Pra, mundësisht bashkëshortja të jetë në performancën e saj më të mirë në paraqitje ndaj bashkëshortit, në, le të themi, në joshjen e tij. Po kështu dhe bashkëshorti duhet të jetë në gjendjen e tij më të mirë. Pra, a ka mundësi që streset, hallet, sikletet e punëve, angazhimeve që ne kemi mundësisht kur mbyllim derën t'i lejmë jashtë, edhe t'i përkushtohemi pra jetës familjare, t'i përkushtohemi jetës bashkëshortore, sepse nga njëherë tek meshkujt, domethënë streset ndikojnë në mënyrën se si menaxhon situatën e tij në jetën intime bashkëshortore, po kështu edhe bashkëshortes, domethënë zhurmat e ditës, punët, fëmijët, angazhimet që mund të ketë dhe jashtë shtëpisë, mund ta çojnë në një, le të themi, ngarkesë. Pra të mundohemi që të parafrohemi sa më shumë, të rrim sa. Unë do t'jap vetëm dy detaje interesante. Profeti alayhis salatu wasalam përmend një lloj situate që tregon leximin e gjendjes dhe ndjenjave dhe momentit të qenit gati apo jo të bashkëshortit apo të bashkëshortes. Pejgamberi sa kur foli për gruaja më e mirë, tha dhe gruaja më e mirë është ajo që kur e sheh burrin e saj të mërzitur. Do të thonë e lexoi ajo që burri nuk është në gjendje të mirë. Thotë i afrohet, ja merr dorën, ja fërkon. Edhe i flet. Derisa ta qetësoj, derisa t'i kthehet edhe një herë, le të themi, humori apo të vijë edhe një herë në disponibilitet. Bëhet disponibël. Të jetë disponueshëm. Pra, po kështu edhe burri, faktikisht, do ta bëjë të njëjtën gjë me bashkëshorten e tij. Nëse e sheh që ajo nuk është disponibilitet, domethënë, atëherë mundohet që ta gëzoj, ta shtensionoj situatën, sepse thash pra njeriu është vështirë të funksionojë me buton. Pra njeriu
merr ngarkesa si burr dhe gruaja. Atëherë në momentin që shohim tek tjetri që ka marrë ngarkesa, mundohemi ta shtensionojmë situatën, po kështu dhe gruaja, nëse shet tek burrë në përgjithësi, burrat janë ata të cilët ngarkohen më shumë, mundohet ta shtensionojë një herë situatën, pastaj, domethënë të kalojmë tek fazat e tjera. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Përgjithmonë, jo vetëm në natën e parë të martesës, në natën e parë të martesës është i përgatitur gjithë secili psikologjikisht, mentalisht, është i përgatitur se çfarë pret. Mirë, po në ditët e tjera në vazhdim, domethënë mund të ketë situata ngarkesash të huaja, atë të mundohemi këto t'i largojmë, që pastaj të kalojmë në një le të themi përjetim të duhur apo në një ndjesi të duhur apo në shijim të plot të asaj që faktikisht domethënë është pjesa më e rëndësishme, le të themi kështu, e një çifti. Cilat janë gjërat të cilat nuk lejon ose lejon të përdoren, le të themi, gjatë aktit. Kam parasysh këtu, le të themi, ato që vënojnë shtatzanin. A lejohen masat parandaluese? A lejohen stimulantët Pra i bashkove gjitha në një pyetje. Pikërisht, çfarë lejohet dhe çfarë lejohet, me që mbaroj edhe minutacione. Okej. Atëherë çdo gjë që i shërben, le të themi, aktit intim mes dy bashkëshortëve është e lejuar nëse nuk dëmton shëndetin e çiftit, pra burrit apo gruas. Çdo gjë që është brenda asaj që është e lejuar dhe ndihmon procesin apo zgjat procesin apo e bën atë më të këndshëm, çdo gjë është e lejuar. E rëndësishme gjëja që përdoret mos të jetë haram dhe e dyta mos të dëmtoj shëndetin. To janë stimulantët, parandaluesët, le të themi që vënon shtatzanin, masat paraprake. Çdo gjë që bëhet paraprakisht është e lejuar. Çdo gjë që bëhet mbas është ndaluar. Pra domethënë ti mund të bësh çfarë duash për ta parandaluar një shtatzani, por në momentin që mbaron gjithçka nuk mund të përdorësh. Nuk lejohet që të përdoret. Sepse pastaj ka hyrë në raporte të tjera, domethënë ka hyrë në kufi tjetër, është Zotja i cili merret me atë pjesë, pastaj nuk takon ty të ndrysh. Por lejohet që të bësh masa parandaluese. Pastaj le të themi, nëse do të futemi pak në këto zhvillimet moderne, çdo gjë që nuk bie ndesh, pra le të themi me parimet e Islamit është lejuar, nuk ka asnjë lloj problemi, domethënë. Po edhe kufizime nuk ka fare, domethënë, le të themi në raportet, domethënë çfarë mund të shkojnë në mend njeriu që është brenda të lejuars? Brenda të lejuars, po edhe jo, domethënë ideja është se nuk ka kufizim, domethënë çifti është i lirë që të shpik e të sjell çfarë të doja ai domethënë si çift. Kështu që situata është shumë e lirë, domethënë ka shumë hapësirë. Hallalli është shumë i gjerë saqë thua çfarë lejohet është shumë, ama çfarë ndalohet, kemi vetëm atë që ne thamë, domethënë që është ndaluar, pastaj pjesa tjetër ka hapësirë. Pra, thënë ndryshe përpara se e shoh që e ke mendin me mbyll emisionin, është që të jemi pa asnjë lloj stresi. Stresi zero edhe vetëm sulm. Stresi zero dhe qefin maksimum, le të themi. Në fjalë popullorçe. U përpoqë maksimalisht të rrymë diplomacinë në një temë që çdo diplomaci do dështonte. Por me ndihmën dhe diplomacinë e mysafirit ton, arritëm ta menaxhonim situatën brenda kontureve dhe normave etike islame. Ju falenderoj që ishit sot me ne, deri në puntatën e ardhshme. Asalamu alaikum.